Që nuset e dërnicës po të zojat janë. A keni po kësi nusën e? Po më mirë. Nga 2 gratë zonja me mësu kuzhinën, fillimisht nga nana janë, pastaj nga vjera, edhe kom pas interesim për kuzhinën, e kom dash qysh herët. Që vë që fse hu mundin as nanës, as vjerës. Mësu se po, një nanë suksesshme po. Qka s'pash mirë të ti? Amo që je dhe shkrimtare. Mi së dashur të rëtëis, përshëndetje, jemi sot në Fushë Kosovë, kemi ardhur në banesën e mësuses së mire, Miradije Shamulli Leku, nuse e Drenicës, e cila komë na përgadit një recet të vjetër ose të moqme që është përgaditur në zonën tonë të Drenicës, edhe komë ofru një recet të mirë për shikuesit tonë. Fësa mire, faleminderit që na pranove sot më në shtëpinë tënde. Faleminderit edhe që po na ofron një recetë për shikuesit tanë. Përshëndetje Valentina, mirë se keni ardhur. Faleminderit shumë që keni gjetë kohë. Gjithashtu shfrytëzoj rastin me përshëndet edhe shikuesit e televizionit RTI. Uroj të kalojmë qaste të bukura së bashku. Ne sot do të përgatisim një leçenek me spanaç, me miell misri. Është recetë e vjetër tradicionale, të cilën e kam mësuar nga vjera ime. Domethënë, hala ma kurështar jena na me paçat recetë çfarë është një se me gatu recetën e vjerës. Sot vjera e mëson nusën, po s'po dëgjon. Kështu që mësuesja Amire kam në përgatit enkas për shikuesit një recetë të vjerës. Ja, me sigurt që do t'i pëlqej shumë. Faleminderit. Vazhdojmë. Mësuesja Amire tash nëse mundesh edhe na tregu çka janë këto këto produkte që me pas më të lehtë me marr recetën edhe shikuesit. Po, këto janë disa produkte ushqimore të cilat na nevojiten për të gatuar leçenikun me spanaç. Miell misri, afër 500 gram, spanaç pashtë, një qep, që është i thartuar, mazë fshati, ujë i vakët, krep edhe vaj. Uji i vakët është sepse mielli i misrit nuk punohet mirë pa qenë me ujë të sa më të nxehtë, apo? Me qenë të bëhet pak më i butë. Atëherë bismillah, po fillojmë. Unë nëse kam nevojë, po mënoj nëse duhet më ndihmu diçka tregom se spritoj. Rregull, kemi qepën. Fillimisht qepën edhe spinaqin po i bën bashkë. Okej. E nëse ka qep treja kështu, a mban edhe me ato në herë apo vetëm duhet me kokën e qepës? Unë mendoj që me të dyja do të. Më shumë ka ra me provu me qep të shlo, po, përsa do të vetëm koka qepës, me qep treja. Po, edhe i shëndetshëm. Po. Lidhim kripën. Afërsisht një lugë e gjysmë, luga e mesme. Mandej nëse dikush në bazë të preferencave, dikush e don më të njel, më të mundet me shtu pak më shumë, po masa mesatare qenë ka një lugë e gjysmë e sheqerit, na i thojna. Po, sigurisht. E kështu për fryerje diçka nuk i qep? Jo, peciva, po nuk ka nevojë. Hedhim qumshtin e thartuar. Të dyat janë qumshti thartuar dhe këta ata? Ajo është mazë, kjo është qumshti e thartuar. Në rregull. 500 gram do të hedhim qumsht të thartuar, po ashtu edhe mazë. Të dyat këtu. Mësuesja Amire të mora lakmi çfarë renditje në kuzhinë, a je qështu që ka që detajiste dhe në jetë në përgjithësi? Faleminderit, mundohem të gjej. Krejt pjata ti kishe pas të rendituna, do të mja bani video, mja tregu shikuzës djagut zoja. Faleminderit. Sa më pëlqej shumë. Hedhim tash mazë fshati. E përzim vazhdimisht, derisa të bëhet një masë një trajshme, do të tretet e spanaçe dhe kripa edhe qepa. Që çka do me thonë, edhe nuse, edhe mësuse, edhe bashkëshorte, edhe non, që shpja del me tanë këtu obligime. Plus, kisha dash me të pyet për fund kësaj pyetje se thash, që shpja arrin me majt kaq bukur, kaq pastër shtëpinë, si e hapa derën, ajo aroma pastërtisë o vreket që në korridor. Faleminderit shumë për këtë kompliment. Me thënë të drejtën nuk është edhe shumë e lehtë, sepse kërkon një angazhim të dyfisht, kërkon një përkushtim të dyfisht, sepse ti dush me dha kontributin si non, si mësuese, si familjare, dhe kështu që unë mendoj që do të me gjetë pak atë kohën e balancuar dhe me nda për gjithë, si për familje. Ose nëse na çuna marakli, kur ti jesh marakli i bën tan ata. Kjo është për fund do të thotë, pasi ta mbarojmë gjithë e lymë me këtë pjesën tjetër. Tash vazhdojmë me. Hado me ta përzije. A ka nevojë? Që nuset e dërnicës po të zojat janë. A keni foksi nusën e? E lymë tepsinë me vaj. Që po do këtë shesh me halo pa o pjeke, pa e hongër, lemo kur pjeket, ha? Po besoj që po. Mësuesja Amire kështu një bisedë për darkat, për drekat, po ngarkuem bre pak shumë, a mendon edhe ti, për shembull nëse ti e fton dikan musafir marr me nejt edhe e gatun qit leqenik.
qa që sheshëm, knaqesh bre, pse do të me ngarku qatë shumë? Për një men tash këtë kohën, veç bashkohore po ngarkuhen shumë. Shumë po ngarkuhen. Edhe mundi i grave të pregadit shumë. Të i shiku njëri, po ngopet e lërë më shumë e vërtet. Ashtë mirë aqë sa ketë. Edhe po mundohet ajo që po gatun ajo zonja, po mundohet shumë. Kërë që diçka një ushqem me ban, edhe po knaqesh muhabet, edhe peshian ushqimin. Ashtë. Këto hedha 2 luk krip. Luk të mesme. Po. Tash do të fillojna me shtirjen e petës. Ja shikues të dashur, që të shtirjen e petës, hadi këshyre një qysh po bëhet. Se kjo më ka dok pak ma interesant. Atëra do të shtrijet 9 gështenjeve, me fitu një mas të njëjtë. Më shtri komplet tepsina, po? Kështu që mos mendoni që veç na 3 atash dim receta. Shikoj recetat e vjetra, sidomos recetat e nanave, gjysheve, vjehrave tona. Kana familjes time nuk e kanë gatuar këtë recetë të kësaj të kile qeniko. Dhe kana e familjes të burit, po, të bashkëtit, dhe kërë kom pa, jam ka kurioze me ditë se si e kanë gatuar, e kanë mësuar, tash e gatuj për hatër të familjes. Bravo. Po i burrit pak po mdo këtë njeri me fata, nusen edhe të zojen në kuzhinë, edhe në arseme, edhe si nane, edhe si tënat. Faleminderit. A e gatuan shpesh? A i pëlqen kështu familjave? Po, ju pëlqen, her pas here. Gatesh në bulu. Tu a do mi largu? A duhen mo? Mundesh. Tash fillon të spërkatin me ujë të vatë, sepse kjo bën pak më të butë. Fillimisht edhe kur e kom pasi si është gatuar, thesha me duar si, por me të vërtet kjo recetë është koshtuar dhe të shumë e shishme. Jo, ne s'po dyshoj hiq. Thash kjo po duket që tash deri më. Edhe këto ushqimet që përgatiten me mazë fshati, shumë bre kanë një shije krejt ndryshe prej të tyne që janë produkteve të bleme që janë. Nuk i di, është në pyetje vetëm ndyra që e kanë atë vetë se dallojnë shumë krejt senat. Me shtresën e dytë. Fillimisht një shtresë me miell, mandej spërkat me ujë të vakët që me u zbut mielli, edhe fillon prapë në shtresën e dytë. Gjithsej do 3 shtresa poshtë e 3 shtresa lart, okay. E keni gatuar ju ndonjëherë? Unë veç sa më herët bili tregova që po ju qështu, pak ma ndryshe. Tash edhe në ditë kur ta përgatis ko me tregu. Edhe në atë recetë ku mësu prej vjerës. Amo na e përzim millin me ujë, kështu e përzim me ujë të vlun shumë të nxehtë, edhe qatë mas e shtrim në tepsi, mandej i hedhim këtë më varet me çka jena ato përgatit, e si për harqit, harës ne i shfrytojmë, si për harqit e qesim mill, e millin mandej e zbusim me mazë. Edhe ajo është shumë e mirë. Nga 2 gratë zonja me mësu kuzhinën, fillimisht nga nana janë, pastaj nga vjera, edhe kom pas interesim për kuzhinën, e kom dash që shherët. Që që fse hu mundin as nanës, as vjerës. Kuzhinën pa e dasht, këtë mundu dikush me të mësu. Fix, kuzhina është art, po edhe nëse e do në kuzhinën, ti vetë jenë kërkim të recetave që shme bo diçka ma të mirë ose ma ndryshë ose. Kështu që ti edhe ke dasht, edhe ke pas në rese mësu. Unë mendoj që vrejt e të qofte edhe të një pia se si e ke servu. Do shta vezë kur e përgan mirë ose kur e dekoran në pjatë. E servan me shihret. Shumë dashuri edhe me shihret. Unë u befasova kur më theme të amri një pjatë, mënyrën që kështë rendit ato pjatat, unë befasoj shumë, edhe kur mi thonë që tashti kamermanës që me marrë një palmje të pjatave. Dhe shtresa e fundit, nuk do të t'ja hedhin ujë shumë, do të por nga pak, sa në shpërka, me bo prumin pak të but, me shtimin prapë edhe me dorë, që më bo sa me drejtë. Edhe aqë drejtë, se me pas marrë të hollusen me drejtu, s'di që a kesh ndryshu. Po shpërdoj hasin edhe në ndeshë përriqe, edhe në shpak të duar. Okej. Mësosja mire nësa duhet me, në qëfar temperaturë duhet me lëshu? Furën shpëretit për me nxej, për me pjek? Nështë e lëshuna në temperaturë 250, ma ndrej, pak e ullin temperaturën, në 200 ose 150. Pra, fillimisht do të me unëzej fura me gjatë pjekjes me ullë temperaturën. Hedhin edhe pak vaj, jo shumë, me qenë se mazave që kajnë ty. Po. Pasën e përgatitur, dhe hedhin si për petës. Po vazhdojmë me pjesën e sipërme, pra fillojmë të shtrejnë petën. Nëse mira e lodh? Jo. Fura është nxehtë tamam apo? Besoj që po, e shkatëruar nga pak përsëri ujë. Sikurse në fillim apo? Njëjtë përsëritet, gjithsej 6 randa, 3 poshtë, 3 sipër. Sipër harçit, a? Po. Çfarë kemi hedhur për mi kështu? Sipër krejt? Po. Do ta lyejmë shtrejnë. Po. Hedhëm të pjesa përndimtare, e lyejmë me mas dhe pak vaj.
dhe pak që më shqiptartua. Me dashur mos ju i kjo recetë, moti diçka më të çeshme në mëngjes. Edhe e sheshme edhe në shijuva shumë. Normalisht po bëhon kërkat vazhdim, po tani për tani është super. Mësuese po, një nanë suksesshme po. Çka s'pash mirë të ti? Amo që je dhe shkrimtare, që po befason akoma më shumë. Faleminderit shumë. Yjet tona. Çfarë libri është ky? Sosja Mire na trego pak. Yjet tona do të thotë kom pa këtë libër së bashku me gjeneratën me ato që tash klasën e 3 që si në vjetorin e 2. Përvoja jote e parë në arsim? Po, përvoja ime e parë në arsim. Do thotë është përmbledhje e gjitha shkrimeve deri në klasën e 5. Ata kanë shkruar, do të thoni kom i udhëheq se çfarë të shkruajnë, janë bazuar në ngjarje të ndryshme, në shëtitje të ndryshme, ekskursione të ndryshme dhe kemi arritur me përfituar tamam në libër. Margaritare të gjuhës sonë, shikuese që kanë dëshirë me i pa, shkrimet e mësueses Mire. Shtaj me taku një mësuese, e më duli një mësuese gjigante, me tanë këto të mira. Kjo është për alfabetin e gjuhës shqipe, do të thotë për margaritarët e gjuhës sonë. Mësuesi është që gjërat e vështira i bën të lehta. Prandaj ju edhe pas përveç punës tonë të përditshme, ti ke arrit me kriju edhe një libër ose me shkruar një libër, në mënyrë që gjithë ato ndjenja të mia, do të thotë unë kam dëshirë edhe i pasqyroj paraqes nëpërmjet shkrimit. Shkrimin e du shumë, do të thotë më pëlqen. A ka ndaj strofë që të pëlqen më shumë ti prej këtyre që kishëm dashur me lexu? Apo janë krejt njëjtë? Mira, mundesh me veçu ndonjë, në përgjithësi janë të mira. Okej, hajde jemi të shkojnë së të semafori, po e lexoj një, se po më pëlqejnë. Kur vjen shi, fillon stuhi. I madh e i vogël nën qati, Sara shpejt duke vrapu, shiu të madh me i shpëtu. Sa vargje të bukura. Uroj që... Unë e kisha veçu, do thotë të libri Yjet tona me këtë gjenerat. Po. Parë do thotë, nëse mund të Patjetër, po du me dëgju. Këto vargje u akushtojnë nxënësve të klasës sime. Çdo herë në mendje do t'ju kujtoj duke më mbuluar me përqafime. Sa shpejt kaluan 3 vjet, jo 3 vjet, por sa 3 ditë. Me shumën dhe sakrificë së bashku kemi kaluar çdo sfidë. Ju jeni Yjet tona që ndriçuat në mësime. Me sjellje të mirë dhe edukat, është krenare kjo zemra ime. Daj një gjë mos e harroni, rrugën e dijes mos e lëshoni. Lexoni, mësoni natë e ditë, suksesin e jetës në arrit. Sa vargje të bukura, sa vargje të shkëlqyshme. E kena dhe librën tjetër, cili është libri magjik, për klasat me deri në 5. Me takura, me tregime, me esej, me monologe, me dialoge. Apo na veçon një me e lexu, Sosja Mire? Cilën do që të pëlqen. Libra shkruan çdo kush, por më shkruaj dikush që është mësuese, ka përjetime të shumta, nxënësa të ndryshëm, familje të ndryshme, tipologji të familjeve të ndryshme, kultura të ndryshme, gjithçka hasni në klasë. Por që para juve nuk di kush mundet me shkruajt. Që na kemi fatin dhe lexues kanë fatin me arrit me pas mundsinë, me pas vargje prej teje që munden edhe me lexu. Ta dëgjojmë. Margaritar, më jeni si yje, shëndritni për merak, të dashur e të qirtër të ngjasoni me zambak. Me suksesin bërifshi shumë lart. Mos harroni, jeni gjenerata ime me art. Fëmijët i kanë lexu, nxënësat? Si u ndi ata kur e kanë pasur ju? Shumë mirë, shumë mirë. Edhe ata do të janë di mirë dhe janë gëzuar, janë di krenar, kur shkrimet e tyre i kanë parë të thotë në libër. E këtu bashkë me Toskën edhe me Gegen, dojna me mbyll emisionin, me 2 fëmijë të mrekullueshëm, me një motë dhe një vëlla. Edhe me na tregu Mësuesja Mire, me na dha një mesazh për fund, për krejt ato nana, ose krejt ato vajza të reja që hezitojnë në jetës familjare, së mu bë prind, të menu që është sfidë e madhe, punësimi, të qenurit prind. Ndërsa na po mësot shumë prej teje, na morëm mesazhe shumë fuqishme. Realisht shoqënia jonë është e pasunuar kur ka njerëz sikur ti. Na tregove edhe jo shumë mirë sa shkrimet, sa gjanat që keni arrit në arsim. Atëherë kishim dashur me dëgju një mesazh për fund për krejt shikuesit ton, për juve si mësuese, si nanë, si shtëpiake, si grua. E dim që është e vështirë, nuk është kur gjë e lehtë, po na trego çush mi kalu këto sfida e që mos me lë anash as familjen, as punën, as jetën përgjithësi. Kisha me thonë që mos thoni asnjëherë nuk mundemi. Ajo që dën gjen mënyra, ai që nuk dën gjen arsye. Shumë vërtet. Mësuesja Mire, faleminderit shumë. E na urojna që Toska dhe Gega me u rrit e me u bën 100 vjet. E kështu të mirë që janë me kanë gjithmonë, edhe më mbush shtëpinë. A përshëndetim? Mirë se erdhe. Hajde.
Çish ke kalu?